تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e devion dhe kë e devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhur dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij te njerëzit. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Mëtej fjala më e vërtetë është fjala e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. O robërt Allahut, ruhuni Allahut të lartësuar, kini parasysh mbikëqyrjen e tij dhe punoni sipas ligjit të tij. Allahu i lartësuar në librin e tij madhështor ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për ata që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe që e përmend shumë Allahun. Vëllezër besimtar, dërgimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhuntia më e madhe që Allahu ja ka dhuruar njerëzimit. Atë e dërgoi Allahu me mesazh të përhershëm, që është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend, dhe që i përfshin të gjitha aspektet e jetës njerëzore. Ky mesazh me të gjitha parimet dhe vlerat që i përfshin vetvete ishte themeli i civilizimit islam, i cili e udhëhoqi botën për më shumë se 1000 vjet. Ishte civilizim i ndërtuar në drejtësi, në sinqeritet dhe në të vërtetën. Ja ruajti njeriu të nderin dhe të drejtat. Nuk ishte civilizim që i fshinte, i shfaroste ose i shtypte të tjerët, por ishte civilizim i ndërtuar mbi bazën e fjalës së Allahut: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون." O ju që keni besuar, bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e Allahut dhe bëhuni dëshmues me drejtësi. Let mos ju nxis urrejtja ndaj disa njerëzve për të bërë padrejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë dhe ruhuni Allahut. Padyshim, Allahu është i dijshëm për çdo imtësi të asaj që punoni ju. Pra drejtësia ndaj kundërshtarëve tanë është devotshmëri, ruajtje dhe takua ndaj Allahut të lartësuar. Kjo do të thotë se drejtësia është vlerë morale e ndërtuar mbi bindjen e sinqertë të zemrës dhe jo e ndërtuar në syefatësi, interesat kësaj bote, standarde të dyfishta apo propaganda mashtruese që demaskohen me provimin e parë.
thirrja islame erdhi në një kohë kur njerëzimi jetonte në ignorancë të errët, kur të gjitha peshorët ishin përzier dhe i forti e hante të dobtin. Thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam erdhi që t'i kthej punët në vendin e vet dhe t'i përhap vlerat dhe parimet e larta në të gjithë botën. Këto vlera dhe këto parime u mësoi njerëzimit në jetën e përditshme. Pejgamberi ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltyr praktike që jetonte mësimet dhe parimet në përditshmërinë e jetës. Aisha radhiyallahu anha ka thënë, morali i tij ishte Kurani. Kush e mëson biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i sheh të gjitha vetitë e mirësisë në moralin dhe sjelljen e tij. Ai ishte modest dhe këtë thirrje e barte bashkë me sahabët e tij, me të cilët e ndante përgjegjësinë në të gjitha rastet dhe fushat. Nuk e dallonte veten prej sahabëve, por tregohej i barabartë me ta. Në luftën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtonte rreshtat e ushtrisë, siç i drejton udhëheqësi rreshtat e ushtrisë. Kaloi pranë Sewad ibn Ghaziyja radhiyallahu anhu, i cili nuk ishte në rresht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpoi me shkop në bark dhe i tha, drejtohu o Sewad. Ai i tha, o i dërguari i Allahut, më vrave, do më thonë, më godit edhe më dhembi, kurse ty Allahut ka dërguar me të vërtetën dhe me drejtësi. Prandaj ma kthe hakun. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e zbuloi barkun dhe tha, merr hak. Atëherë Sewadi e përqafoi dhe e puthi në bark. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, pse e bëre këtë? Ai tha, o i dërguari i Allahut, ka ardhur ky moment i rrezikshëm dhe desha që lamtumira ime me ty të jetë duke të përqafuar. Këtë hadith e transmetojnë Beheqiu dhe Albani thotë zinxhiri i tij është hasan inshallah. Ky është një qëndrim që tregon modestitë të pakrahasueshme në historinë e lidhjes mes pushtetarit dhe popullit të thjeshtë. Por njëherësh tregon edhe për dashurinë e sinqertë mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve të tij, pasi dashuria ndaj tij është pjesë e imanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk e ka imanin e plot një njeri përderisa unë nuk jam më i dashur për të se fëmia i tij, prindi i tij dhe të gjithë njerëzit. Transmeton Buhariu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte udhëheqës i drejtë. Ai formoi shtet të ndërtuar mbi drejtësi dhe udhëheqësi të mençur. Secilit ia dha të drejtën dhe atë që e meriton, duke refuzuar çdo lloj të ndërmjetësimit për zbatimin e dënimit ndaj atij që ka gabuar. Kur një grua prej kurejshve kishte vjedhur, ai e refuzoi dhe e qortoi përpjekjen për të ndërmjetësuar, duke thënë, atashfa'u fi haddin min hududillah, apo ndërmjetëson për anulim të një ligji prej ligjeve të Allahut. Pastaj tha, ayyuhan nas inma ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharifu tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd wa aymu Allah law anna Fatimata bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. O njerëz, ata që ishin para jush janë shkatruar për shkak se kur vidhte në mesin e tyre ndonjë me pozit e linin, ndërsa kur vidhte një i dobët e dënonin. Pasha Allahun, sikur edhe Fatimia bia e Muhamedit të vidhte, do t'ja prisja dorën. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi umetin e vet se si duhet të jetë durimi në sprova dhe vështirësi, dhe si duhet të jetë qëndrueshmëria në fenë e vërtetë. Atij erdhën lloje dhe forma të shumta të sulmeve fizike dhe psikike, me qëllim që ta ndalnin dhe ta pengonin nga thirrja e tij, mirëpo ai ishte durimtar dhe i qëndrueshëm. Allahu i lartësuar me dhuntinë e tij madhështore caktoi që këto sprova të zhduken dhe thirrja islame të mbetet dhe të forcohet. Dhurata e Allahut gjatë periudhës së Mekës ishte një udhëtim hyjnor, udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit. Udhëtimi i Isras për Mesjidul Aqsa, ku u fal si imam i të gjithë pejgamberëve, që ishte ngritje dhe hapje shpirtërore për të, si dhe udhëtimi i Mi'rajit për në qiell, ku erdhën nderime dhe ngritje nga Zoti i lartësuar.
Sprovat dhe vështirësit që i përjetoi pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij ishin përforcim shpirtëror që i ushqeu shpirtrat e besimtarëve dhe i ngriti në nivel të lartë të moralit. Kjo ngritje u shfaq kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye me sahabët e tij pas disa vjetëve në Mekë si çlirimtar. U kthye në Mekë duke i bartur me vete parimet dhe vlerat e Islamit. Parulla e tyre ishte: sot është ditë e mëshirës, sot Allahu e ngre në pozitë të lartë dhe nderon Qabën. Kjo ndodhi u përmbyll me falje të përgjithshme, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atyre që e kishin persekutuar pasi u mblodhen rreth Qabës: çka mendoni se do të bëj me ju? Ata thanë: diçka të mirë, ti je njeri fisnik dhe biri i vllajt fisnik. Atëherë u tha: fadhhabu fa antumut tulaqa, shkoni, ju jeni të lirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltyr për adhuruesit dhe ishte i balancuar në adhurim. Ai edhe bante adhurime, edhe punonte për përmirësimin e tokës dhe thirrje për tek Allahu. Prandaj na ka mësuar dhe na ka udhëzuar që ta plotësojmë ibadetin dhe adhurimin me kuptimin dhe domethënien e tij të gjithanshme. Një ditë erdhën 3 veta që të pyesin për adhurimet që i bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. Pasi u treguan, atyre u duk pak dhe thanë: ne jemi shumë larg pozitës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atij janë falur të gjitha gjunahet. Njëri prej tyre tha: unë do të falem gjithë natën tërë jetën. Tjetri tha: unë do ta xhiroj tërë jetën dhe nuk do ta prish asnjë ditë. I treti tha: unë nuk do të martohem. Kur i erdhi lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u tha atyre: a jeni ju që keni thënë kështu e kështu? Pasha Allahun, unë jam që më shumë të i friksohem Allahut dhe më shumë të i ruhem atij. Mirë po, unë agjeroj dhe nuk agjeroj, falem dhe fle dhe martohem. Kush largohet nga suneti im, ai nuk është i umetit tim. Transmeton Buhariu. Krahas kësaj, ai përpiqej shumë në adhurim, falej shumë, agjeronte shumë dhe i zgjaste lutjet shumë. Falej aq shumë natën sa që ju entën këmbët dhe ju çan thembrat. Aisha radhiyallahu anha i thoshte që t'ia lehtësoj pak vetes, por ai përgjigjej: efala akunu abdan shakura, a mos jem rob falënderues. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jepte shumë sadaka. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma thot: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar dhe më shumë bujaria i shtohej në Ramazan, kur e takonte Xhibrili alayhi salam. Ai e takonte çdo natë Ramazanit dhe ja përsëriste Kur'anin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam atëherë jepte më shumë dhe ishte më bujar se era e bereqetshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar thelbin, esencën dhe shpirtin e adhurimit dhe na ka mësuar se me të njeriu e arrin pastrimin dhe ngritjen shpirtërore. Na ka mësuar se njeriu adhurimin Zotit të tij duhet t'ia ofrojë të pastër dhe të kthjellët, me sinqeritet dhe pa dëshirë për të dukur ose për të arritur famë, si dhe ta bëjë adhurimin sipas asaj që Allahu e ka bërë të ligjshme në librin e tij dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ky adhurim jep fryte dhe e largon njeriu nga punët e këqija. Pasi e bën robi adhurimin dhe pasi ofron një kontribut për fenë e Allahut, ai duhet të jetë në frikë dhe shpresë për pranimin e veprës. Nuk duhet të mashtrohet dhe të ketë vetpëlqim për atë që e ka bërë. Shikoni këtë qëndrim madhështor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Taif për të thirrur në fenë e Allahut. Mirë po aty gjeti persekutim dhe nënçmim fizik dhe shpirtëror. Fëmijët dhe budallënët e vendit filluan ta gjuajnë me gur, saqë gjaku e mbuloi nga koka deri te këmbët. Pasi u kthye dhe u largua nga sulmet e tyre, u ndal për t'u drejtuar Zotit të tij me arsyetim dhe justifikim që nuk u pranuar thirrja e tij dhe tha: o Allah, te ti drejtohem për dobësinë time, o më i mëshirshëm i mëshiruesve. Ti je Zoti i të dobëtve, ti je Zoti im. Dhe më pas në këtë lutje ka thënë: nëse ti nuk je i zumruar ndaj meje, atëherë nuk brengosem. E ne ç'të themi? A mund të themi: o Zot, nëse ti nuk je zemruar me ne, atëherë nuk brengosemi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përulet dhe tregohet me këtë modesti duke u arsyetuar para Allahut
dhe duke u lutur që ai mos zemrohet ndaj tij, madje edhe në këtë pozitë të kulmit të dhënies së sakrificës. Atëherë duhet ta kuptojmë se nuk ka hapësirë që të kemi vetëpëlqim për veprat tona. Qëllimi ynë duhet të jetë vetëm që Allahu të jetë i kënaqur me ne, duke e pasur niyetin e pastër dhe të sinqertë vetëm për të. E nëse pas kësaj Allahu na e pranon veprën, atëherë kjo është fitore madhështore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur me emrat besnik, i besueshëm dhe i sinqert. Ai e ka ruajtur amanetin dhe ka plotësuar në formën më të përsosur. Na ka mësuar që të jemi besnik dhe ta ruajmë amanetin, por edhe na ka ngarkuar me disa amanete që duhet t'i mbajmë. Më i rëndësishmi nga këto amanete është që ta ruajmë këtë fe, ta jetojmë në shpirt dhe në zemër, dhe kjo të shfaqet në përditshmërinë e veprave dhe sjelljeve tona. Këtë fe e kanë bartur sahabët e nderuar, pastaj tabiinët pas tyre, pastaj ndjekësit e tyre prej dietarëve veprues gjenerat pas gjenerate. Kjo është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e bartin fillimisht dietarët, pastaj secili individ i këtij umeti. O robërt e Allahut, ky është pejgamberi ynë i dashur. Ky është pejgamberi ynë dhe i dashur i zemrave tona, sallallahu alaihi wasallam. Për ta është shkruar, është folur, por kjo është vetëm një pikë e përkujtimit nga deti i mësimeve, diturive, përfitimeve, edukatës dhe udhëzimit që e marrim nga jeta dhe biografia e tij sallallahu alaihi wasallam. Ndiqeni shembullin e tij, krenohuni që jeni umeti i tij, mësoni biografinë e tij dhe dijeni se rruga e shpëtimit është vetëm udhëzimi i tij, kurse humbja dhe shkatrimi janë në braktisjen e sunetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili gjuna dhe mëkat. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. E gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time për ruajtje dhe takwa ndaj Allahut. Kush i ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe ai mjafton. O robërt Allahut, në biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na e tërheq vëmendjen dhe na mahnit aspekti i jetës së tij personale. Krahas angazhimeve të mëdha për thirrje në fenë e Allahut, mësimin e normave të shariatit, udhëheqjen e shtetit, mbrojtjen nga armiqt, luftrat, ngritjen e umetit, ai nuk e anashkalonte udhëzimin e umetit të tij që të kujdesen për familjen. Ka thënë: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri prej jush është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij, dhe unë jam më i miri ndaj familjes sime. Transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Majah, Darimi, Ibn Sa'd dhe të tjerë dhe Albani e bën sahih. E kanë pyetur Aishën radhiyallahu anha çka vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. Ajo ka thënë, ishte në shërbim të familjes dhe kur vinte koha e namazit, delte për namaz. Madje bamirësia e tij ndaj gruas vazhdoi edhe pas vdekjes së saj. Kujdesej për të afërmit dhe shoqet e Khadijës radhiyallahu anha dhe përmendte atë me të mirë, saqë i than vazhdimisht e përmend Khadijën, kurse Allahu ta ka zaventësuar atë me më të mira. Ai tha, nuk ma ka zaventësuar Allahu me më të mirë se ajo. Ajo më besoi kur të tjerët më mohuan. Më besoi kur të tjerët më përgënjeshtruan. Më ofroi pasurinë e saj kur të tjerët më penguan. Allahu më furnizoi me fëmijë prej saj dhe nuk më dha fëmijë prej të tjerave.
Kujdesej për nipat e tij dhe i lejonte të lozin mbi shpinën e tij kur ai ishte në sejdë në namaz. Kujdesej për edukimin e secilit prej fëmijëve, duke i mësuar me fjalë të mira dhe të buta. Omer ibn Abi Seleme ishte në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi nëna e tij u martua me të pas vdekjes së babait të tij. Ai tregon për edukatën dhe udhëzimin që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo edukat e ka shoqëruar dhe i ka bërë dobi gjithë jetën. Kujdesej edhe për fëmijët e të tjerëve. E pyeste djaloshin e vogël Ebu Umeir për zogun që e ruante në kafaz në shtëpi me emrin Nughair. I thoshte: "Ja Aba Umeir, ma fa'ala Nughair?" O Ebu Umeir, çfarë bën Nughairi? Vëllezër besimtar, cili prej nesh ka të drejtë të thotë: "Kam shumë angazhime dhe nuk kam kohë për fëmijët ose për gruan"? A kemi të drejtë të japim përparësi vrapimit pas të mirave të kësaj bote, para kujdesit, afërsisë, butësisë dhe edukimit të grave dhe fëmijëve? Madje a kemi të drejtë që të japim kohë telefonave dhe rrjeteve socialeve dhe mos kemi kohë që t'i mësojmë fëmijët, t'i dëgjojmë problemet e tyre, të bisedojmë me bashkëshortët dhe t'i dëgjojmë ato? Bëhuni shembull i mirë për fëmijët tuaj, mësoni për vlerat e kësaj feje madhështore, dërgoni në xhami për t'u edukuar dhe për ta mësuar Kur'anin, vazhdimisht nxitini që ta ndjekin udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nevoja për ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e madhe se nevoja për ushqim dhe pije, dhe më e madhe se nevoja e syrit për dritë dhe mushkrive për ajër. Ndjekja e tij bëhet fillimisht me njohjen e jetës dhe sunetit të tij, duke mësuar biografinë e tij, fazat e jetës së tij dhe moralin e tij. Kjo njohje duhet shoqërohet me një jetë të pastër që të adhurojmë Allahun sipas rrugës së tij dhe të fitojmë shpërblim nga ky mësim. Ruhuni nga imitimi i njerëzve të pavlerë dhe mendjelehtë, të cilët paraqiten në rrjetet sociale dhe quajnë veten ndikues. Ruhuni edhe nga ata që pretendojnë se flasin në emër të Islamit, por që shtrembrojnë të vërtetë. Këtë do të arrini me mësim të vërtet nga burimet e sakta. O Allah, na udhëzo ne dhe djemt dhe vajzat tona që ta ndjekim pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam. Na furnizo me dituri të saktë dhe njohje të vërtetë të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na e përmirëso moralin dhe na udhëzo në sjelljet më të mira, sepse nuk na udhëzon në to askush posteje, dhe na largo nga moralet e ulta dhe sjelljet e këqija, sepse nuk na largon prej tyre askush posteje. O Allah, na bëj të dashur imanin dhe na zbukro atë në zemrat tona, dhe na i bëj të urryera kufrin, bidatet, mëkatet dhe devijimet të dukshme dhe të fshehtat. Na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra, na i bashko zemrat në të vërtetën, na i përmirëso raportet mes nesh, na udhëzo në rrugët e shpëtimit, na nxirr nga errësirat në dritë dhe na largon nga të këqijat, të dukshme dhe të fshehta. Na e beko dëgjimin, shikimin, zemrat, bashkëshortet dhe fëmijët. Na mëso pendimin dhe na e mundëso pendimin dhe na e prano atë, sepse ti je pranues i pendimit dhe mëshirues. Na bëj falënderues të dhuntive dhe na i plotso ato. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira.